Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një vizite në Itali është fokusuar në rëndësinë e investimeve dhe ka ftuar sipërmarrësit italian të vizitojnë vendin tonë. Gjatë takimeve në rajonin e Abruzzos në Itali me sipërmarrjen, Rama u shpreh se qeveria ka iniciuar një proces të gjë reformash strukturore dhe fiskale që kanë krijuar një klimë pozitive dhe të favorshme për investime. Sipas kreut të qeverisë, bëhet fjalë për një kosto shumë të ulët të punës, një ngarkesë tatimore shumë e ulët, një fuqi punëtore shumë e gatshme, të gjithë flasin italisht dhe nuk kanë probleme të përshtaten nëse punësohen nga një sipërmarrës apo kompani italiane. Ne kemi ndërmarrë një proces reformash strukturore dhe ekonomike, që është angazhimi kryesor i qeverisë sonë. Sigurisht, me objektivin primar për të integruar vendin tonë në Bashkimin Evropian. Pas një dyshim, ne kemi objektivin strategjik të rigjallërojmë ekonominë e vendit tonë dhe të riforcojmë aspektin social të saj. Momentalisht jemi duke diskutuar në Parlamentin ligjin e ri për investime strategjike, ligjin e ri për turizmin dhe një ligj të ri për partneritetin publik-privat, të cilit duhet t'i japim një theks më të fortë. Po ashtu kemi përcaktuar dhe disa zona të lira ekonomike, si dhe një numër privatizimesh të rëndësishme. Nga ana tjetër, politika jonë fiskale është ngushtësisht e lidhur me objektivin për të tërhequr investitor të huaj dhe për të inkurajuar sipërmarrësit tanë. Për shembull, tatim fitimi tek ne është 15% dhe është i sheshtë, që do të thotë që të gjithë sipërmarrësit paguajnë 15%, pavarësisht se sa ata fitojnë. Pra nuk kemi një taksim progresiv, si këtu në Itali. Ky 15% është vetëm tatimi mbi sipërmarrjen. Në përgjigje të interesit të tyre, kryeministri i ftoi të shohin nga afër mundësitë për investime në energjinë e rinovueshme, bujqësi, turizëm dhe sektorin minerar, të cilat janë fusha me potenciale të larta zhvillimi në vendin tonë.